Me rastin e 20 vjetorit të themelimit të paraleles së vajzave të medreses Isabeun në Tetov, Myftinia e Tetovës në bashkëpunim me Medresen e Tetovës organizoi aktivitet tradicional, ekspozit në kuadër të manifestimit për nder të 20 vjetorit të medreses. Aktiviteti veçantë ky, që vuri në qendër artizanatet dhe krijimtarinë artistike të nxënëseve. Ky organizim u zhvillua në Pallatin e Kulturës, ku u bashkuan personalitetet të jetës fetare, arsimore dhe kulturore, për të vlerësuar kontributin e kësaj vatre të dijes në edukimin dhe emancipimin e vajzave të reja. Në këtë manifestim, përveç stafit arsimor të medreses, drejtorit të përgjithshëm dhe koordinatorit të medreses në Tetov, morën pjesë edhe koordinatorët e tjerë të paraleleve të tjera, si dhe mysafir të shumt. Myftiu i Tetovës, Selver Efendi Xhemaili, në fjalën e tij theksoi se artizanatet janë pjesë e identitetit ton fetar, kulturor dhe kombëtar, duke vlerësuar lart punimet e nxënëseve si shembull të harmonisë mes traditës dhe modernitetit. Arti është një gjuhë universale. Ai flet për atë që shpesh nuk mund të thuhet me fjalë, për ndjenjat, ëndrat, shpresat dhe sfidat tona. Dhe sot, përmes këtyre punimeve artistike, medresantet na tregojnë se si shpirti i një shkolle fetare dhe edukative, siç është medreseja jonë, mund të bashkëjetojë në harmoni me krijimtarinë estetike dhe artin në përgjithësi. Kjo ekspozit është dëshmi e asaj që Medresja Isabeu nuk është vetëm një vatër diturie dhe morali, por edhe një truall ku mbillet fryma e zhvillimit të potencialeve individuale të çdo nxënësi. Për ekspozitën e përgatitur nga nxënëset e medreses, koordinatori i paraleles së vajzave Tetov, Beqir Efendi Mehmeti, potencoi se kjo ekspozit nuk është thjesht një shfaqje e bukurisë, por një dëshmi se si nxënëset tona, përveç dijes dhe moralit, kultivojnë edhe vlerat artistike që lidhen ngushtë me identitetin ton fetar, kulturor dhe kombëtar. Një ekspozit që mbart jo vetëm kreativitetin dhe përkushtimin e nxënësve tona të medreses, por edhe shpirtin e pasur të artit islam. Artizanati islam është më së shumti se sa një shprehje estetike, është një reflektim i besimit dhe dashurisë për Zotin. Këtu, veprat që po shihni janë fryt i punës së kujdesshme, i përkushtimit shpirtëror dhe i një trashëgimie që nxënëset krahas lëndëve mësimore angazhohen edhe me aktivitete të lira. Nga punimet me dorë të zbukurimet e frymzuara nga kaligrafia pra islame, çdo vepër flet për zemrën e një artisti të ri që po rritet në dritën e dijes dhe fesë. Kjo ekspozit, pra, nuk është thjesht një shfaqje bukurisë, por një dëshmi se si nxënëset tona përveç dijes dhe moralit kultivojnë edhe vlerat artistike që lidhen ngushtë me identitetin ton fetar, kulturor dhe atë kombëtar. Kjo ditë është pasqyrë e talentit tuaj, e përpjekjeve dhe përkushtimit që keni treguar në çdo detaj, qoftë në art, fjalë, këngë, recitime apo punime dore. Aktivitete si ky nuk janë vetëm forma argëtimi, ato janë një dëshmi e gjallë se feja islame nuk ndalon femrën të jetë aktive, krijuese dhe angazhuar, përkundrazi e nxit dhe e inkurajon të zhvilloj aftësitë e saj, të përvetsoj diturinë dhe të jap kontribut në shoqëri me dinjitet e devotshmëri. Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame, Shaqir Efendi Fetai, në fjalën e tij të rastit, ju drejtua nxënësve me këto fjalë: Zoti gjithçka ka bërë të jetë në harmoni të përsosur, edhe natyra është një vepër që flet. Artistët në krijimtarinë e Zotit e gjejnë të bukurën, andaj nxënëset tona me shpirtin dhe zemrën e tyre, përmes punimeve të tyre, shprehin bukurinë e të Madhit Zot. I Madhi Zot gjithçka e ka bërë në harmoni njëra me tjetër. Nëse shiqojmë dhe arrim të futemi në thellësinë e krijimtarisë të Madhit Zot, do të shohim se gjithçka ka qëllimin e vet. Dhe në pa në del, kudo, në
çdo proces të krijimtarisë të Madhit Zot na del e bukur. Edhe natyra, edhe krijimtaria e të Madhit Zot është një vepër që flet, por fjala e krijimtarisë së Zotit vendin dhe fillimin e ka tek zemra dhe shpirti i njeriut. Ekspozita e përgatitur nga nxënëset e mbështetur nga Myftinia e Tetovës dëshmoi se Medreseja Isabeu nuk është vetëm qendër e dijes fetare, por edhe një vatër ku kultivohen vlera të qëndrueshme artistike dhe shoqërore. Kjo ngjarje u shndërrua në një festë të artit, ku artizanatet dhe punimet e dorës u bën urë lidhëse mes brezave dhe një dëshmi e gjallë e rolit të gruas në ruajtjen dhe zhvillimin e trashëgimisë son, ndërsa më pas u mbajt edhe manifestimi fetar Muhamedi, simboli i moralit.